Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka refuzuar të komentojë ftesën e kryeministrit në detyra Albin Kurti ndaj dy partive më të mëdha opozitare, duke thënë se nuk ka qëndrim rreth ftesës së takimeve për dalje nga ngërçi aktual politik për shkak të dështimit të konstituimit të legjislaturës së nëntë. I pari i AK-s nuk përjashtoi mundësinë të votojë për rizgjedhjes së Blau Konjufcës për krye parlamentar, nëse lëvizja vetëvendosje do ta vendoste si kandidat në vend të Albulena Axhiut, e cila ka dështuar 6 herë të merte votat e nevojshme. Ndërkaq nuk pati qëndrim të njëjtë kur u pyet nëse do ta votonte pro që kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Dimaj të jetë kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ne jemi në pritje që vetëvendosje të reflektojë në kandidaturë, pra të gjejmë një kandidaturë që na bashkon dhe shpresojmë që deri nesër të kemi ndonjë lajm të mirë që vetëvendosje ta nxjerrë një kandidaturë unifikuese. Nëse e bën këtë, nesër do të kemi kryetarin apo kryetaren e Kuvendit. Nëse do të kandidoj Glaukun Njufcën, a do ta votonit? Nuk kemi biseduar për Glaukun, por nuk është problem, besoj po. Nëse do të jetë Fatmir Limaj, nuk e di, nuk kemi qëndrim një herë, por duhet diskutuar. Si e keni parë ftesën e Kurtit për takim ndaj PDK-s dhe LDK-s? Nuk kam ndonjë koment për këtë pjesë. I kemi qëndrimet tona për Kurtin, për sjelljen e tij. S'kam ndonjë koment për takimin me partitë e tjera, tha Haradinaj. Këtë deklaratë Haradinaj bëri pas organizimit solemn në shënimin e 25 vjetorit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.